Kosovës, si ka mundësi që nuk thot një qere klafi, kur zëvendësi i mikut të tij Vučićit shprehet për spastrimin etnik të Kosovës. Çfarë pret qeveria shqiptare dhe kryeministri i Shqipërisë për të reaguar ndaj deklaratës së ministres serbe Paunović se do ta kishte spastruar etnikisht Kosovën nga shqiptarët, por edhe ndaj mbështetjes që i dha kësaj deklarate zëvendës kryeministri serb Dačić. Kosova ndërkohë ka shpallur persona non grata zonjën. Doja t'ju rikujtoja se spastrimi etnik konsiderohet si krim kundër njerëzimit nga Statuti i Romës të Gjykatës Ndërkombëtare të Krimeve, është në shkeljet Konventës së Gjenevës vitit 49 dhe në shkeljet ligjit ndërkombëtar për të drejtat e njeriut, por mbi të gjitha deklaratat të tilla shoviniste janë në shkeljet të Republikës të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, e cila në nenin 8.1 shkruan se Republika e Shqipërisë mbron të drejtat kombëtare të popullit shqiptar që jeton jashtë kufive të saj. Nëse kryeministri i Shqipërisë nuk mban qëndrim ndaj një deklarate për spastrimin etnik të popullit shqiptar që jeton jashtë kufive, atëherë për çfarë do mbaj qëndrim pra? Dua t'ju rikujtoj gjithashtu se nga salla e këtij kuvendi në tetor të vitit të shkuar, deputetët e mazhorancës rrëzuan propozimin e rezolutës që vinte nga opozita për njohjen e gjenocidit serb në Kosovë, dhe ky kryeministri juaj që nuk lini rast të thoni se ja përmendi miku të tij Vučićit pavarësinë e Kosovës, si ka mundësi që nuk thot një qere klafi, kur zëvendësi i mikut të tij Vučićit shprehet për spastrimin etnik të Kosovës. Ky që zbuloi agjenturat e huaja dhe grupet armiqësore brenda protestës që vuri në lëvizje makinerinë e përbaltjes së ymerëve të Lucës, që u mor një nga një me protestuesit që merrin mikrofonin, që sulmoi figurat publike të nderuara që u bashkuan protestës, që sulmoi avokatët e të arrestuarve, që sulmoi eurodeputetët që u bashkuan protestës, që ka lëshuar Taulandin të sulmoi edhe nga ata të paktët gazetarë pavarur që kanë ngelur vendit, e që në fund fare nuk harroi të merrej as me Dua Lipën. Pra, ky që merret me gjithë ta armiq të popullit, si ka mundësi që nuk mban qëndrim për një deklarat të ministres serbe për spastrimin etnik të shqiptarëve që jetojnë jashtë kufive tan pra. Ndoshta sepse së bashku me mikun e tij, me Aleksandr Vučićin, i ka zënë i njëjti hall fakti që rinia e të dyja popujve i përçmon ata si lidera të vendit. Faleminderit.